Presidenti rus Vladimir Putin tha të njëjtën se Moska do të jepte fund ofensivës së saj në Ukrainë se kevi tërhiqje nga territori që Moska pretendon se është i saj, përndryshe ata do ta merrin atë me forcë. Ushtria ruse ka qenë ngadalë për vazhdimisht duke luftuar nëpër Ukrainën lindore në betejë të kushtueshme kundër forcave ukrainase të pakta në numër dhe të armatosura. Ndërkohë Washingtoni ka ripërtëruar përpjekjen e tij për të dhënë fund luftës gati 4 vjeçare, duke paraqitur një plan surprizë që shpreson ta finalizojë përmes bisedimeve të ardhshme me Moskën dhe Kievin. Nëse forcat ukrainase largohen nga territorit që mbajnë, atëherë ne do të ndalojmë operacionet luftarake, tha Putin gjatë një vizite në Kirgjistan. Nëse nuk e bëjnë këtë, atëherë ne do të arrijmë këtë me mjete ushtarake, shtoi ai. Rusia kontrollon rreth 1/5 e territorit të Ukrainës. Çështja e tokës pushtuar, të cilën Kievi ka thënë se nuk do ta lëshojë kurrë, është për pengesa kryesore në procesin e paqes. Putin përsëriti pretendimin se Rusia kishte rrethuar ushtrinë ukrainase në Pokrovsk dhe Mirnograd në rajonin lindor të Donetskut të Ukrainës, zona më egërsisht e luftuar dhe një objektiv kyç për forcat e Moskës.